Me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, Kosova përjetoi masakrën më të rëndë, atë të familjes Jashari. Të gjithë anëtarët e vrarë të familjes Jashari u varrosën në rrethana shumë të vështira. Aktivistja Mevlyde Saraçi në një rrëfim për Mediumin ton ka pohuar se Gjakova kishte marrë përsipër dërgimin e arkivoleve në prekaz për të gjithë të vrarët. Me organizimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me iniciativën e presidentit të LDK-s të Republikës Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova, Gjakova e mori përgjegjësinë që të siguron arkivolet. Dhe i siguroi arkivolet sepse ne dallonim nga komuna tjera, Gjakova që herët ka bërë varrime me arkivole. Dhe kemi pasur këtë mundësi t'ia ofrojmë edhe prekazet në mënyrë që të mos humben gjurmët e krimit. Ktu ka qenë qëllimi. Sepse nëse një betejë e prekazit do t'i humb të gjurmët e krimit dhe nuk do të mundim t'i gjenim eshtrat, atëherë sigurisht nuk do ta kishte jehonën që e ka sot. Meritat për dërgimin e arkivoleve në rrugën e vdekjes, siç e quan Saraçi, janë të gjithë degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjakov, por vetëm 2 persona u nisën drejt asaj rruge të vështirë, thot ajo. Meritor janë të gjithë. Janë Kryesia e Lidhjes Demokratike, presidenti Rugova, dega e Lidhjes Demokratike në Gjakov, por me thekë të veçantë, pa modesti, jam unë ajo që më gjithë në majtë kamionit, me Qemail Hajdarogën dhe kemi shku në rrugën e vdekjes. Me gjithë ndihmën e të gjithë tjerëve, ne jemi ata që jemi ballafaquar rrugës me kriminalet sërbë, dhe shumë vështire kemi pas të dërgojmë këto arkivole dhe më vështire kemi pas të kthehemi. Unë gjithmonë e përmend zotin Qemail Hajdarogë, të cilin për herë të parë kom para dit dhe për herë të fundit. Kur në jetë nuk e kam njohur, por nuk do të harroj asnjëherë sepse po të mos ishte ai, udhëzimi i tij dhe kamioni i tij si bart arkivole, sigurisht asun nuk do të mund ta. Krahas rrugëtimit sfidues edhe koha e dorëzimit të arkivoleve për familjen Jashari ishte e kufizuar, tha mes tjerash Saraçi. Në momentin që kemi mbri, neve na kanë dhënë afat vetëm 15 minuta të shkarkojmë arkivolet dhe të nisemi. Për ndryshe kemi qenë të rrethuar nga shtëpitë afër ku kanë qenë të vendosur arkivolet me snajperes. Dhe policët të cilët kanë qenë afër nesh na kanë urdhëruar urgjentisht të shkarkojmë. Jemi detyruar për 15 minuta ata lëmë atë vend, të shkarkojmë dhe më njëherë i kanë vendosur kufomat. Pastaj ka ndodhur rivarimi ditën e nesërme, sepse me dërgimin e arkivoleve, policia sërbe ka detyruar atë natë të varrosen. Dhe deri në orët e vona i kanë hapur varret me shumë vështirësi sepse ka qenë kohë shumë e ftoftë, shumë e thatë. Për historinë e dërgimit të arkivoleve në prekaz ka dhe një rrëfim Hoxha Osman Musliu, i cili me 10 mars të vitit 1998 ishte ndër të parët që i pa të vdekur trupat e familjes Jashari. Me 10-in kam ardhur kur kanë qenë kufomat xhenazet e Jasharëve të servisi lahtëshire që i kemi thënë ne. Edhe ka qenë bukur vështirë, nuk ka qenë letë 56 kufoma, tani edhe 3 kufoma masane ne i kam pru të komunitetit ram. Mon emocione, dhimbje, po në realitet, ta kreta të emocione të dhimbje tash në shëndru krenari. Liria e shqiptarve, pik fillimin e ka të Adem Jashari, të Shaban Jashari, të familja Hamza Jashari, të familja Jashari, edhe përsta duhet me ko krenar. Sulmi ndaj familjes Jashari ishte kritikuar edhe nga organizata të ndryshme ndërkombëtare, si dhe nga Amnesty International. Kujtojmë se Adem Jashari dhe sakrifica e familjes së tij u bën simbol i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës.